Mirëmbrëma të gjithëve, ndodhem në një nga lagjet kryesore të Fushkrujës. Ajo është që njihet ndryshe 1085, apo rruga që të çon drejt burgut Fushkrujës. Sapo vjen një pikë ujë, rruga është në këtë lloj gjendi. Janë disa gropa historike këtu që i kanë vjetu kohëve dhe ka asnjë lloj investimi, të paktën me mush të gropat. Prandaj unë jam shpreh që jam pro asfaltit elektoral, të jepet një lloj zgjidhje. Pra është vazhdimi i rrugës Kodrës-Shelve, në gjithë gjatësinë e saj është në këtë lloj forme. Prandaj jam shpreh pro asfaltit elektoral, vetëm mos e boni 2 cm, ju lutem, kjo është situata. Se ku kalojnë makinat. Dhe jo një natë, po çdo natë. Këtu do dalim në rrugën kryesore. Këtu është kryqëzimi që shkon në Unazën e vogël të Fushkrujës. Kjo këtej është rruga Krujës, kjo rruga këtu. Kjo është e burgut, drejtimi që ishim deri tani. Kjo është Unaza e vogël e Fushkrujës, kurse kjo këtu është rruga që të çon 200 metra nga qendra Fushkrujës. Kjo është një nga lagjet më të frekuentuara.